Mbi çmimi i lekut u ngadalsua duke zbritur në 4.7% në 3 mujorin e parë të vitit 2025, nga 5.6% që ishte në 3 mujorin e mëparshëm. 3 mujori i fundit i vitit 2024. Banka e Shqipërisë publikoi së fundmi raportin e 3 mujorit të politikës monetare. Në raport theksoi se qëndrueshmëria e kursit të këmbimit vijoi edhe gjatë muajit prill, ku kursi i euro-lek rezultoi 91.1%, pra mesatare së vërejtur në muajin mars, ndërsa forcimi vjetor i lekut u reduktua më tej në 2.4%. Banka e Shqipërisë njoftoi se situata në tregun valutor ka qenë e qetë, karakterizuar nga luhatshmëri e ulët e kursit brenda intervaleve normale, ndërkohë që volumet e tregtimit në tregun valutor, pavarësisht rënies sezonale, krahasuar me 3 mujorin e katërt, kanë vijuar të rriten në 3 mujorin e parë me rreth 12%. Sipas Bankës Shqiptare, ecuria e lekut kundër dollarit amerikan është ndikuar më së shumti nga luhatjet në tregun ndërkombëtar të këtij të fundit. Leku nënçmuan ndaj dollarit në 2 muajt e parë të vitit, ku $1 amerikan u kuotua mesatërisht me 95.1 lek, nga 93.9 lek në dhjetor të vitit të kaluar. Më pas, dobësimi i dollarit amerikan në tregun ndërkombëtar sipas pasigurive mbi efektet e politikave tregtare të ndërmarra nga SBA diktoi rënien e kursit dollar-lek në muajin mars dhe prill. Në muajin prill, kuotimi mesatar për dollarin ishte 88.4 lek, nivel ky që 6.6% më i ulët se ai një vit më parë.